Të nderuar shikues, këtu mbyllet emisioni ynë për sonte, por njëkohësisht mbyllet edhe një kapitull i bukur, sezoni i 6 i intervistave të javës, të cilën këtë vit e sollëm në ekran me emrin 1+1. Për gjatë këtij sezoni kemi trajtuar tema që kanë prekur jetën e përditshme, politikën, ekonominë, shëndetësinë, arsimin, kulturën dhe shumë çështje të tjera aktuale dhe me interes publik dhe gjithmonë çështje aktuale. Në studio kemi mirëpritur 10 musafir me mendime, qëndrime dhe vizione të ndryshme, duke u përpjekur që gjithmonë t'ju sjellim debatet e hapura, informim të saktë dhe intervista me vlera. Në fund dëshiroj të shpreh një faleminderim të jashtëzakonshëm dhe të sinqert për gjithë ju që na keni ndjekur, na keni mbështetur dhe na keni besuar gjatë këtij rrugtimi. Faleminderit çdo i ftuar që pranoi ftesën për të qenë pjesë e emisionit tim dhe të ndaj me publikun qëndrimet e tij. Faleminderit kolegëve, ekipit realizues dhe të gjithë atyre që para dhe pas kamerës kontribuan që ky emision të realizohej çdo javë. Dhe mbi të gjitha, faleminderit të gjithë atyre që kanë besuar dhe kanë përkrahur punën time profesionale. Mbështetja juaj ka qenë gjithmonë motiv më i madh për të vazhduar në këtë përkushtim. Mirupafshim dhe faleminderit edhe një herë për besimin.